Horoskopi ditor, e enjte, 8 janar 2026. Dashi. Përgatituni për një fillim energjik të ditës. Me Marsin në rresht, motivimi juaj natyror do t'ju udhëheq përmes çdo sfide. Në punë, përgatituni për një projekt të papritur që kërkon leadership. Energjia juaj dinamike do të bëjë përshtypje. Në marrëdhëniet personale, theksoni komunikimin e hapur për të sqaruar keqkuptimet. Romanca rritanën tuaj të gjallë, duke sjellë eksitim. Financiarisht, është koha për të rishikuar buxhetet dhe për të kontrolluar shpenzimet impulsive. Praktikat e vetëdijes mund të rrisin fokusin tuaj mes nxitimit të ditës, duke balancuar shpirtin tuaj të zjarrt me qetësinë. Në aspektin shëndetësor, përfshini një ushtrim të ri për të kanalizuar energjinë e tepërt, duke parandaluar lodhjen. Angazhimet shoqërore sjellin gëzim, por prioritizoni detyrat për të shmangur vonesat. Besojini instinkteve tuaja kur përballeni me vendime të shpejta. Qasja juaj optimiste do të frymëzojë të tjerët, duke krijuar një rrjet mbështetës. Përqafoni mundësitë që ju dalin përpara me besim dhe entuziazëm sot. Mos harroni, guximi juaj është aseti juaj më i mirë. Demi. Sot fton durim dhe këmbëngulje, pikat tuaja të forta të lindura. Faza e hënës mbështet vendime pragmatike, veçanërisht në përpjekjet tuaja në karrierë. Prisni një ditë metodike në punë, duke dhënë rezultate të qëndrueshme. Qasja juaj e kujdesshme do të sigurojë rezultate të qëndrueshme, duke fituar vlerësim nga kolegët. Në një nivel personal, çështjet familjare kërkojnë një vesh dëgjues, ofroni mbështetje pa gjykim. Financiarisht, vlerësoni investimet me kujdes, duke anashkaluar rreziqet për stabilitet. Në romancë, gjestet e buta nxisin lidhje më të thella. Surprizoni partnerin tuaj me fjalë të përzemërta. Shëndeti përmirësohet përmes rutinës, merrni në konsiderat ritualet relaksuese për t'u çlodhur. Lindin mundësi për të mësuar, duke nxitur përmirësimin e aftësive ose përparimin në hobi. Natyra juaj e palëkundur është aleati juaj. Përqafojeni atë për të lundruar pa probleme. Edhe pse preferoni parashikueshmërinë, momentet e vogla spontane sjellin gëzim. Prandaj jini të hapur ndaj tyre. Mbështetuni në rrjetin tuaj të besueshëm të mbështetjes. Ndarja e ngarkesës suaj nxit lidhje më të ngushta. Besojini instinkteve tuaja. Ju jeni shkëmbi në energjinë dinamike të sotme. Binjakët. Ju pret një ditë plot eksplorim intelektual. Rreshtimi i Mërkurit përmirëson aftësitë e komunikimit, duke e bërë atë ideal për negociata ose diskutime të rëndësishme në punë. Prisni shkëmbime stimuluese që mprehin zgjuarsinë tuaj. Në aspektin shoqëror, do të ndikoni në takime me sharm dhe humor. Përqafoni ndikime krijuese që nxisin ide të reja, duke nxitur ndjekjet në shkrim ose art. Jeta dashurore zbulon dialogje më të thella, angazhohuni sinqerisht me partnerin tuaj, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Financiarisht, shqyrtoni detajet në marrëveshjet e reja për të shmangur hapat e gabuar. Shëndeti ka nevojë për vëmendje ndaj qetësisë mendore. Meditimi plotëson mendjen tuaj me ritëm të shpejtë. Kurioz nga natyra, mund të kërkoni platforma të reja mësimi ose të merrni pjesë në ngjarje informuese që nxisin frymëzim. Rrethet e miqësisë zgjerohen, duke sjellë lidhje të papritura dhe të dobishme. Pavarësisht tendencave të shumëfishta, fokusi siguron sukses në detyrat thelbësore. Balanconi punën dhe kohën e lirë për të ruajtur entuziazmin gjatë gjithë ditës. Besoni në përshtatshmërinë tuaj për të lundruar në ndryshimet dhe sfidat me hir dhe humor sot. Gaforria. Dita premton vetanalizë dhe kujdes, duke u parafruar në mënyrë të përkryer me ndjeshmërinë tuaj. Me ndikimin e hënës, emocionet janë të thella dhe lidhjet familjare ju ftojnë për një përvojë lidhëse. Profesionalisht, intuita juaj udhëzon vendimet. Besojini asaj për qartësi në dilemat në vendin e punës. Puna në grup sot nxit rezultate më të mira. Prandaj përqafoni përpjekjet kolektive. Jeta dashurore zbulon një rrugë drejt ngrohtësisë, dobësitë e përbashkëta ndërtojnë ura me partnerin tuaj. Planifikimi financiar kërkon vëmendje ndaj detajeve, duke shmangur pengesat e ardhshme. Merrni kohë për pushim. Jepni përparësi kujdesit për veten për të ruajtur shëndetin emocional. Ndjekjet krijuese ofrojnë çlirim emocional. Eksploroni artin ose muzikën si rrugë terapeutike. Ndjeshmëria juaj është një dhuratë që nxit lidhje empatike. Prandaj përdoreni atë për të ndrequr çdo keqkuptim. Detyrat shtëpiake përfitojnë nga prekja juaj e organizuar sot, duke quar në një mjedis qetësues.
Në aspektin shoqëror, rivlerësoni qarqet për të siguruar që mbizotëron pozitiviteti. Dëgjoni zemrën tuaj kur merrni vendime personale. Kjo çon në harmoni dhe kënaqësi të thellë në udhëtimin e sotëm. Luani. Karizma juaj natyrale shkëlqen, duke ndriçuar rrugën tuaj sot. Me ndikimin e Jupiterit, mundësitë profesionale janë të shumta. Jini gati të shfrytëzoni ato me guxim dhe kreativitet. Rolet udhëheqëse i përshtaten aftësive tuaja, duke rritur ndjeshëm perspektivat e karrierës. Në aspektin shoqëror, tërheqja juaj mbledh admirim. Prisni ftesa ose ndërveprime tërheqëse. Në marrëdhëniet personale, ndershmëria forcon lidhjet. Flisni sinqerisht me të dashurit. Financiarisht, projektoni largpamësi në planet për të përfituar nga fitimet. Prioritizoni shëndetin duke përqafuar aktivitete dinamike si vallëzimi ose sportet për vitalitet. Kreativiteti është në kulmin e tij. Ndiqni projekte që kërkojnë talent duke ndezur pasione të reja. Mund të lindin sfida, por përballuni me to me besim dhe me shpirtin tuaj luftëtar. Vlerësoni ata që ju mbështesin, shprehni mirënjohje duke përforcuar lidhjen. Festoni fitoret e vogla dhe pranoni progresin tuaj. Energjia juaj pozitive frymëzon jo vetëm veten, por edhe ata përreth jush. Hyni në ditën e sotme me entuziazëm dhe guxim. Zemra juaj bujare dhe buzëqeshja juaj rrezatuese hapin rrugën për një ditë të përmbushur përpara. Virgjëresha. Detyrat e orientuara drejt detajeve do të jenë pika juaj e fortë sot, duke u parafruar në mënyrë të përkryer me energjitë kozmike. Merkuri mbështet mendjen tuaj analitike, duke ndihmuar në zgjidhjen efikase të problemeve në punë. Prisni skenar ku aftësitë tuaja të përpikta shkëlqejnë, duke quar potencialisht në njohje dhe avancim. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga komunikimi i qartë. Shprehja e emocioneve, megjithse sfiduese, forcon lidhjet. Transaksionet financiare kërkojnë shqyrtim të hollësishëm. Shmangni vendimet impulsive. Përqendrohuni në një rutinë të strukturuar ushtrimesh për të përmirësuar shëndetin fizik, duke përqafuar disiplinën. Kreativiteti del në pah përmes praktikës. Përsosni projektet ekzistuese me saktësi. Sot, jepni përparësi pastrimit të mendjes dhe hapësirës, duke ndezur një ndjenjë qetësie dhe rregulli. Angazhimet shoqërore sjellin gëzim, por ruani ekuilibrin për të parandaluar mbi ngarkesën. Jini të hapur ndaj reagimeve, duke mësuar nga ndërveprimet për të forcuar rritjen personale. Besojini aftësisë suaj për të lundruar në kompleksitete me logjik dhe ndjeshmëri. Mos harroni, forca juaj qëndron në vëmendjen tuaj ndaj detajeve, duke hapur rrugën tuaj drejt një dite harmonike dhe shpërblyese të mbushur me arritje delikate. Peshorja. Ekuilibri i sotëm është qelësi, duke rezonuar me thelbin tuaj. Favori i Venusit amplifikon sharmin tuaj magnetik, duke ftuar vibracione harmonike në ditën tuaj. Në punë, bashkëpunimi është aseti juaj. Bashkoni perspektiva të ndryshme për të krijuar zgjidhje inovative. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me drejtësi. Adresoni shqetësimet pa paragjykime për të ushqyer lidhje. Vendimet financiare përfitojnë nga ekuilibri. Peshoni me kujdes pro dhe kundra. Shëndeti sheh përmirësim përmes praktikave mendje trup. Merrni në konsiderat jogën ose tai chin për të ruajtur paqen. Përpjekjet krijuese ju ftojnë. Ndjekjet artistike ofrojnë kënaqësi dhe shprehje. Jeta shoqërore lulëzon ndërsa ju lidhni lidhjet, duke forcuar miqësitë me diplomacinë. Mbështetuni në partneritete për të arritur objektivat pa probleme, duke riafirmuar qëllimet e përbashkëta. Mos harroni, forca e shenjës suaj qëndron në gjetjen e terrenit të mesëm midis ekstremeve. Një qasje përqendruar çon në njohuri dhe rregullime personale të dobishme për hapat e ardhshëm. Besojini aftësisë suaj të lindur për të harmonizuar energjitë, duke lejuar përparim të qetë përmes mundësive dhe ndërveprimeve të shumta të sotme. Akrepi. Dita intensifikohet duke u parafruar me natyrën tuaj pasionante. Ndikimi i Plutonit nxit transformime të thella, duke rritur rritjen personale. Profesionalisht prisni ndryshime. Strategjitë adaptueshme i shndërrojnë pengesat e mundshme në mundësi. Një fokus në qëllimet afatgjata nxit suksesin. Transparenca emocionale në marrëdhënie nxit lidhshmërinë. Shprehni ndjenjat për të thelluar lidhjet në mënyrë autentike. Financiarisht rishikoni planet për të parafruar me aspiratat në zhvillim, duke siguruar sigurinë. Përfitimet shëndetësore nga përqafimi i rutinave të reja, duke balancuar mendjen dhe trupin. Kreativiteti intensiv ofron një çlirim katartik.
Përqafoni aktivitete që sfidojnë dhe kënaqin shpirtin tuaj. Miqësitë transformojnë. Jini të zgjuar, por të hapur ndaj ndryshimit, duke ftuar dinamika mbështetëse. Misteret tërheqin kuriozitetin tuaj. Zhytuni në të mësuarit që pasuron të kuptuarit. Guximi është aleati juaj, duke ju çuar përmes transformimeve të sotme me qëndrueshmëri. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë vendimet, duke besuar në aftësinë tuaj për evolucion dhe ndikim të thellë. Shijoni fuqinë e ripërtëritjes, ndërsa sfidat dhe njohuritë e sotme ju shtyn drejt përmbushjes dhe ndriçimit më të madh. Shigjetari. Aventura ju fton ndërsa energjitë e sotme përputhen me kërkimin tuaj për zbulime. Ndikimi i Jupiterit drejton optimizmin në ndjekjet profesionale, duke nxitur potencial të gjerë rritjeje. Jeni gati të eksploroni horizonte ose projekte të reja. Përqafoni ndryshimet me krah hapur. Në marrëdhëniet personale, autenticiteti është guri juaj themelor. Ndani mendime të vërteta për të nxitur lidhje më të thella. Përpjekjet financiare përfitojnë nga plane të guximshme. Arsimimi i mëtejshëm ose udhëtimet mund të përmirësojnë portofolet. Shëndeti përmirësohet përmes eksplorimit aktiv. Aktivitetet në natyrë rigjallërojnë shpirtin dhe trupin. Kreativiteti frymëzon perspektiva të reja, duke furnizuar me energji pasionin për ndjekje ose hobi. Takimet shoqërore zgjerojnë botkuptimin tuaj. Përqafoni kultura dhe ide të ndryshme si përvoja pasuruese. Marrja e riskut, një tendencë e natyrshme, duhet të zbutet me kujdes. Filozofitë e reja magjepsin dhe zgjerojnë kuptimin tuaj. Me entuziazëm, mundësitë e sotme janë tuajat për t'i kapur. Besoni në shpirtin tuaj aventuresk për t'ju udhëhequr në mënyrë inovative. Mos harroni, depërtimi dhe dëshira juaj për të udhëtuar ndriçojnë shtigje për kënaqësi të thellë personale dhe sukses sot. Britsjapi. Mbështetuni në energjitë praktike të sotme, të përshtatshme në mënyrë të përkryer për natyrën tuaj të disiplinuar. Saturni e drejton fokusin drejt efikasitetit dhe besueshmërisë, duke i bërë mjediset e punës të favorshme për planifikim dhe ekzekutim të qartë. Qasja juaj metodike rrit prestigjin, prisni njohje. Në marrëdhënie, balanconi punën me detyrimet personale duke demonstruar përkushtim. Romanca lulëzon përmes aspiratave të përbashkëta. Ushqejeni këtë rritje me vetëdije. Stabiliteti financiar arrihet duke ju përmbajtur strategjive të provuara. Shmangni rreziqet e panevojshme. Përqafoni rutinat e qëndrueshme shëndetësore, duke favorizuar ushtrimet afatgjata për mirëqenie. Kreativiteti shfaqet përmes përpjekjeve të strukturuara. Kushtojini kohë projekteve që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Marrëdhëniet shoqërore përfshin negociata. Durimi shpërblehet në arritjen e konsensusit. Mundësitë mund të lindin nga diskutime të papritura, duke vënë në qendër të vëmendjes aftësinë tuaj për zgjidhjen e problemeve. Besoni në aftësinë tuaj për të manifestuar aspiratat përmes zellit, praktikës dhe durimit. Energjitë e sotme inkurajojnë themele të forta thelbësore për përparim të prekshëm, duke çuar në kënaqësi dhe arritje në udhëtimin tuaj të qëndrueshëm. Ujori. Inovacioni i ditës përputhet me shpirtin tuaj shpikës. Ndikimi i Uranit rrit dëshirën për ndryshim, duke nxitur ide të reja. Profesionalisht, të menduarit jashtë kornizave shpërblehet me mundësi për avancim. Përqafoni projekte bashkëpunuese për perspektiva të ndryshme. Në marrëdhënie vlerësoni veçantinë. Ndani veten autentike për lidhje kuptimplote. Strategjitë financiare përfitojnë nga kreativiteti. Merrni në konsiderat si përmarrjet që përputhen me vlerat etike. Jeta e shëndetshme lulëzon në rutina të ndryshme që nxisin vitalitet të favorshme për të provuar praktika të reja të mirëqenies. Eksploroni rrugët artistike për shprehje. Teknologjia dhe kreativiteti ndërthuren në mprekjen tuaj. Përvojat shoqërore ekspozojnë pikpamje të reja, duke thelluar mirëkuptimin dhe empatinë. Ëndrat dhe aspiratat marrin formë të qartë. Ndiqni me plane të zbatueshme. Angazhohuni në aktivitete të orientuara drejt komunitetit, duke mbështetur progresin kolektiv. Besojini sinjaleve intuitive, duke u larguar nga shtigjet konvencionale. Inovacionet e sotme ofrojnë rritje përmes përshtatshmërisë dhe vizionit, duke siguruar një udhëtim magjepsës drejt qëllimeve të ardhshme dhe lidhjeve të çmuara. Madje edhe qielli nuk është kufiri për vizionet tuaja të gjera. Peshqit. Sot shpaloset butësisht, duke i bërë jehon zemrës suaj të dhemshur. Energjia e Neptunit rrit intuitën, duke udhëhequr lundrimin e butë përmes sferave profesionale dhe personale. Besojini njohurive gjatë vendimeve të punës,
Ato ndriçojnë shtigje që përndryshe nuk shiheshin. Emocionalisht, dobësia forcon lidhjet. Ndani frikën dhe ëndrat me të dashurit për të thelluar lidhje. Financat stabilizohen përmes një planifikimi të kujdesshëm. Shmangni shpenzimet e çuditshme. Jepini përparësi shëndetit holistik, duke përfshirë praktikat meditative për paqen e brendshme. Imagjinata juaj lulëzon në ndjekje krijuese. Arti ose muzika ofrojnë rrugdalje kuptimplote. Aktivitetet shoqërore përfitojnë nga empatia. Ofroni mbështetjen e miqësitë që kërkojnë një vesh dëgjues. Do të gjeni bukurin në thjeshtësi, duke i mbështetur idealet në realitet. Rritja shpirtërore është qendrore, ndiqni njohuritë që ndriçojnë udhëtimin e shpirtit. Përqafoni momentet e vetmisë për reflektim, duke ushqyer frymëzim. Sot, ndiqni mençurinë e zemrës suaj, duke i besuar udhërfyesit të saj përmes kompleksiteteve me hir. Besimi juaj i palëkundur dhe kuptimi intuitiv hapin një rrugë të përmbushur, duke ushqyer ëndra të gjalla dhe lidhje kuptimplote gjatë gjithë zbaticave dhe zbaticave të jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.